Gjallë nuk është këtu, ja vendi ku e patën vënë, por shkoni e o thonin nxënësve të tij dhe Pjetrit, se shkon më përpara se ju në Galile. E megjithatë, në kryq pikërisht atje, ku ligësia mendoi se u trymë. Por që të behemi paqe berës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrat tuaja, thot Shën Serafim i Sarovit, dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtohen, sepse nuk ka paqe aty ku është e keqja, por vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia. Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona, dhe pastaj të përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall, dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Me dashurinë e Zotit të ngjallur, Johani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Dhe që të bëjmë të dhe
lira begatit të pendme të Dëut, dhe fërkon me paqe dhe të në Zotit. Urrejtja e gëzhdoi në kryq. Të gjitha pasionet shpërthyen mbi te.